Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa tamu taslima ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, pas një pauze të cilën na ka bërë të detyrueshme dhe të obligueshme muaji Ramazan, i cili ka ardhur me agjendën e vet të posaçme, pas një pauze tashmë rikthehemi përsëri në orarin e zakonshëm dhe në rrjedhën e zakonshme të ligjëratave tona. Padyshim se muaji i Ramazanit në aspektin kalendarik ka përfunduar dhe në qoftë se i kthehesh kalendarit dhe të shohësh se nuk kemi më në muajin Ramazan. Mirë po, e tëra që ka përfunduar lidhe me Ramazanin është vetëm aspekti kalendarik. Do të thotë nuk është Ramazan, por është Shawwal. Ndërsa të gjitha të tjerat vazhdojnë më tutje. Do të thotë nuk ka ndërprerje dhe kujtimet dhe porosit dhe mesazhet e ndërlidhura me Ramazanin duhet detyrimisht të vazhdojnë. Nuk është ligjërata ime e sotshme në lidhje me vazhdimsinë pas Ramazanit të as për Ramazanin, por një lidhje e domosdoshme me atë që ka kaluar dhe me atë që do të vazhdojmë të flasim inshallah më tutje. Të nderuar vëllezër, një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është i njohur për të gjithë neve, më bën që me të vërtetë sa ta dëgjoj dhe lexoj shumë më thellë të meditoj rreth tij. Hadithi i atij njeriu i cili erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe u ankua se nuk din të formulon lutjet ashtu sikur që i formulon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte aty edhe Muadhi radhiyallahu anhu, që ishte nga dietarët e sahabeve, dhe tha, unë nuk di kështu të i dërguari Allahut, sikur se bën Muadhi dhe ti. E i tha, çfarë thua ti në lutjet e tua? Tha, unë tha mua, Allah, ma jep xhenetin dhe më ruaj nga zjarri i xhenemit. Kaq di me thonë. Atëherë pejgamberi sa më tha, wa nahnu hawlaha nudandin. Edhe ne rreth këtyre kërkesave sillemi. Pak e pasurojmë më tepër, e formulojmë pak më ndryshe, por epilogu i përfundimtar i lutjeve tona është na qenë Allahu në xhennet, na ruan nga xhenemi. Andanjet në kësaj bote do të thotë ka strumbullare rreth të cilave njerëzit sillen vazhdimisht. Dikush në mënyrë më të thjeshtë, dikush në mënyrë më të komplikuar, e rëndësishme është që ta kesh një strumbullar ku sillesh të rreth tij. Prandaj edhe në aspektin e ligjëratave mendoj se ne si musliman duhet ta kemi një shtyrë, një strumbullar të temave tona rreth të cilave sillemi vazhdimisht. Mund t'i formulojmë ndryshe, t'i titullojmë ndryshe, t'i modifikojmë, prezantojmë, kjo është çështë e keq tjetër. Mirë, po rëndësishme është që mos të shkputemi nga strumbullari, kjo është më rëndësi. Mos të ndahemi nga rrethi në emër të asaj se është thënë një herë, është thënë dy herë, mos të përsëritem, kemi ndëgjuar, e në emër të këtyre, po i quaj kështu kushtimisht filozofive, të zhvendosemi nga qëllimi ku jemi nisë më herët. Prandaj ne kemi folur para muajit Ramazan për tema që kanë të bëjnë me adhurimet e zemrës. Dhe i munduar që të prezantojmë definicione, rregulla, porosi, udhëzime, ato që na ndihmojnë dhe kuptimet e tjera që kanë të bëjnë me adhurimet e zemrës. Dhe padyshim se tema që kanë të bëjnë me adhurimet e zemrës shërbejnë në përmirësimin e kualitetit të adhurimit tonë ndaj Allahut të mëdhenuar. Nga se sikur që kemi përmendur, dallon një ibadet ku është zemra prezente dhe e gjallë dhe nga ibadeti ku zemra është e fjetur dhe nuk është prezente. Dallojnë këto dy adhurime. Prandaj për të mundsuar një prezencë vazhdueshme të zemrës, e cila jap kuptim dhe kualitet adhurimeve tona, e kemi ngjall këtë zemër me spaku në rrafshin teorik, po them e kemi ngjall me mësimet e fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që kanë të bëjnë me adhurimet e zemrës. Në anën tjetër, duke menduar se
çfarë mund të vazhdojmë më tutje dhe për çfarë duhet të flasim, po i kthejmë prapa atij hadithi dhe asoj thënje wa nahnu hawlaha nudandim. Po i kthejmë për i strumbullarit dhe po i thejmë përsëri origjinës dhe bazës nga sa nuk duhet të largohemi. Prandaj, duke menduar edhe për gjendjen tonë, edhe për nivelin e besimit tonë, devotshmërisë tonë, cilëtinë e adhurimeve tona, duke përcjell sjelljet tona si musliman, edukatën tonë, mënyrën e komunikimit tonë mes vete, mënyrën dhe mentalitetin që kemi për të kaluar sfidat dhe sprovat e kësaj bote, për çdo duke menduar përsëri të gjitha më kthejnë tek një fillim i rëndësishëm që nuk duhet të zhvendosim me asnjëherë prej tij. Është e vërtetë se ne e dojmë të mirën dhe për të arritur këtë mirë edhe investojmë, nuk kemi pa investim. Pavarësisht a është ky investim i duhur, a është i mjaftueshëm, a është kualitativ, a nuk është kjo çështje tjetër. Mirë, po çdo kush prej neve jep mund për të arritur diçka. Edhe ky mund tashmë po bëhet edhe me një lloj përvoje. Nuk është më 1 vjeçar, është bë 2 vjeçar, apo 3, apo 10. Dhe kur e mbledhim mundin dhe kohën barabart me rezultatin e kërkuar, e shohim se nuk jemi tek rezultati i kërkuar. Nuk po them se nuk jemi askund larg asaj, ka përparim. Mirë po, kur e mbledh këtë me atë, duhet ky rezultat me dal. Dorso neve nuk po na jap rezultatin e duhur, diçka po e pengon rezultatin. Sikur për shembull ti kur bën mbledhje të caktuar 3+3 dhe bën në kalkulator, duhet me dal 6, domosdo, ose 2+2 4, 5+5 10, kështu duhet me dal. Në qoftë se nuk del, atëherë diçka po e pengon zhvillimin e normalizuar të këtij procesi të mbledhjes. Po e pengon tash në virus, në pengesë diçka ka, nga se nuk është e mundshme që kur e bën 2+2 mos më dal 4. Edhe duke medituar rreth mundit dhe kohës, edhe rreth rezultatit që nuk po na del si duhet, atëherë kam menduar se ka diçka që po pengon. Dhe kam venduar se të flas për pengesat që nuk po e japin rezultatin e mbledhjes së duhur. Do pse kur e mbledhum që sa vjet falësh, që sa vjet agjeron, që sa vjet, sa herë në haxh ke qenë, umre, adhurime ke bërë kështu me radhë, nuk del pak. Veçanërisht në krahasim me disa që me shumë më pak janë ngrit më tepër. Andaj kur e krahasojmë mundin, nga sa agjerimi në Ramazan, veçanërisht në ditë e vapos, është mund. Pse Allahu na e lehtëson dhe ne me dashuri e kryjm kjo punë tjetër, por është sakrificë. Është mund, është lodhje që nuk mund të mohohet. Ka por rrjedh ky investim, ka po shkon. Përballë gjithashtu, tash kur të mbledhum me kohën, nuk po dal ndoshta ai rezultati i duhur. Gjithashtu dua të them se po filloj nga vetja e pastaj tek çdo kush me veten e vet. Prandaj do ta përmend edhe më vonë se të gjitha këto që do t'i përmendi edhe sonte dhe në të ardhmen, të gjitha këto janë për përdorim individual, sikur se kam thënë disa herë atë. Por e rëndësishme është të kuptojmë çfarë po na pengon që të ngritemi dhe çfarë po na pengon që të bëhemi më të mirë se që jemi. Jemi të mirë. Kemi përparuar. Por çfarë po na pengon me kon hala më të mirë? Nga se në qoftë se i kthesh kalkulimeve shariatike dhe përdor atë kalkulim që na e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur e mbledh mundin dhe kohën, gjithsesi nëse nuk ka pengesa, duhet me dalë një rezultat më tjetër se ai që ne kemi. Qoftë në raport me Allahun e mënduar, cilëtiti i adhurimeve, përjetimi i tyre, kënaqësia me to, ambicia dhe vullneti përballë adhurimeve, apo qoftë edhe në raporte mes vete. Duhet me dalë një rezultat tjetër. Dhe kur nuk po dal ai, jep me kuptuar se ka pengesa. Dhe ne
i kemi trajtuar nga njëre pengesat, duke i përmendur si tituj, apo ndoshta edhe kalim kështu si përfaqësor. Prandaj kam vendosur që të flas në një cikël të ri për pengesat në rrugë. Çfarë po na pengon që me të vërtet të bëhemi më të mirë edhe në raport me Allahun, edhe në raport me zvete. Por trajtim që i ngjan shumë asaj që kemi bërë madhurimet e zemrës. Jo vetëm definicion të rregull, po po them kështu kushtimisht, një zhytje më të thellë dhe eksplorim më të zgjeruar në atë që e kam përmend dietarët në lidhje me pengesat kryesore. Janë të shumta, unë i kam përmend dhe i kam përmbledh 5 prej tyre që i konsideroj, Allahu e din, por në bazë të meditimit dhe leximit e kështu me radhë, mendoj se këto janë 5 pengesa kryesore, sfidat madhore jetësore në jetën e besimtarit. Në qoftë se i tejkalojmë, do të na i sillin 5 të tjera, të cilat gjithashtu mendoj se janë rezultate që është dashur të arrijnë, po nuk po dalin. Dhe pengesat janë 5. Kur largohen 5, vijnë 5 të tjera. Tek e fundit kjo është përpjekje mendore. Dhe kjo është përpjekje që me prezantu spaku një problem zë bashku me zgjidhjen. Nuk do të thotë se është detyrimisht pika e fundit që ja vendosim kësaj teme, por spaku po përpjekemi që ta lëvizim ngurin nga vendi i tij. Kur flas për pengesa të ndërlozur, ato janë të natyrave të ndryshme. Krahas janë të shumta, janë të natyrave të ndryshme. Dhe natyra çdo problemi pastaj i ka 9 problemet e veta. E për çfarë natyre do të flas problemeve, të pengesave, të atyre që gjithmonë ka kërkuar mbrojtje prej tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju dini se Muhamedi alayhi salatu wasallam ka kërkuar mbrojtje nga Allahu që ta ruan prej të këqijave të shumta. Por është një natyrë e caktuar e pengesave që gjithmonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas në gjuhën e tij. Madje në hutbet e tij, sa ka ligjëruar dhe sa i urdhëtuar njerëzve, e gjithmonë ka kërkuar mbrojtje nga kjo pengesë, e cila është natyrë e pengesave, e që në kuadër të saj pastaj i ka ngjyrimet e veta. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina." Gjithmonë këtë ka kërkuar, o Zot, kërkojmë nga ti mbrojtje nga të këqijat e veteve tona. Nga se ka të këqija që kanë të bëjnë edhe me ato që janë jashtë veteve tona. Ka jashtë veteve tona të këqija të shumta, sikurse i ka përmbledhur surja Falak bazat e të këqijave që na rrezikojnë nga jashtë, ndërsa surja Nas ka përmbledhur të këqija që na rrezikojnë nga brenda. Andaj ne do të fokusohemi pengesave dhe problemeve që kanë të bëjnë me neve. Na jemi duke anëzon vetës të rrugën, para se me në zonë të kusht tjetër. Prandaj, t'i zgjidhim problem me vetë vete një herë, dhe të tejkalojmë problemet dhe pengesat në vetë vete, pastaj më lirë shumë mund të mirim me botën e jashtme. Ndërsa, në qoftë se mbeten problemet tona të brendshme, të grumbulluara dhe të shtresuara, atëre kam bindjen se çdo përpjekje për t'ia dalë jashtë do ta komplikon problemin edhe më tepër. E komplikon gjithsesi. Prandaj kur flas për pengesat në rrugë, kam për qëllim për ato që kanë të bëjnë me veten tonë, që kanë të bëjnë me tmetat tona, që kanë të bëjnë me ato vese të trashëguara nga periudha kur nuk kemi qenë të informuar për fe sa duhet, se kemi njoft islamin sa duhet. Ndoshta sot nuk njohim sa duhet, por te kemi qenë shumë më larg, edhe në aspektin teorik dhe praktik. Dhe kemi qenë të pambrojtur dhe padyshim nuk kemi qenë të imunizuar përballë ndikimit të ambientit, të shoqërisë, shumë sëreve tjera. Dhe kemi trashëguar koncepte, vlera që ne kemi menduar që janë vese dhe që nuk kemi pastruar për tyre. Në nën tjetër tash ato kanë mbetur dhe ne po të tojmë më ngrit. Po ngrish me adhurim, mirë po lidhja e fuqishme e së kaluarës pengon fluturimin e sigurt drejt
lartësive që Zoti xhallahu ala na ngrit me këtë adhurim. Kjo është e para që dashur me përmend, sqarimi domosdoshëm do të thotë. Pengesat dhe për çfarë pengesa kanë për qëllim. E dyta që dua të përmendim në hyrje, se ky ders është hyrje, tek fillon për dersit arshëm realisht sqarimi i temës. E dyta që dua të përmendi është se të nderuar vëllezër dhe motra, gjatë trajtimit të metave do të ketë gjithsesi nga njëherë goditje, do të ketë fjalë të padëshiruara për neve, por asnjëherë nuk kisha pas dëshirë, nuk është ky qëllimi. Dhe kurdo që e kupton kështu ka kuptuar keq, prandaj edhe poetriku vëmendin që në fillim. Nuk është për qëllim dekurajimi, as zgënjimi e aq më pak akuzimi dhe gjykimi. Për qëllim është pastrimi, dhe për qëllim është ngritja, dhe për qëllim është fisnikrimi i shpirtit tonë. E sikur që e kam përmend dietarët se duart kur janë të njollosura dhe të ndyta, atëherë nuk i pastron pas fërkimi i fuqishëm. Duhet fërkimi i fuqishëm. Prandaj, sikurse edhe kam e përmend, gabim ka qenë dhe mbetet trajtimi i llastuar i vetveteve tona. Kërkon seriozitet dhe fërkim sinqert dhe të vërtet, për atë që dënë me i dhonë në fund disa problemeve banale të trashëguara vite me radha pëtë. Pika e tretë që du me e përmend është një krahasim mes metodës, tash jo gjithmonë, por është prezente kjo. Dikur ma pak, dikur ma shumë, por është prezente, në bon problem. Metoda që ne e preferojmë me ndjek në largimin e pengesave dhe në shërimin e problemeve dhe metoda që e ndjek Kur'ani, duhet të dyja mi vendosur përpara. Si i largon Kur'ani pengesat në rrugën e ngritjes tek Allahu dhe si i trajtojmë ne këto pengesa. Dua t'ua them një përfundim shkurtimisht, se thash është hyrje, do të detajzohet inshallah në të ardhmen. E kam përmendur në këtë pikë të nderuar vëllezër se piknisja e sigurt, e rrugëtimit të sigurt, për të arritur sigurt ku jemi nis, ndërtohet vetëm në një fjalë. Por ajo fjalë nuk ka të bëjë me ndërtimin e saj të fjalëve dhe të shkronjave, por efikasiteti i kësaj fjale qëndron në vërtetësinë dhe sinqeritetin që bën nga zemra jote. Prandaj neve na duhet një jo e fuqishme përballë tri të metave kryesore që i kemi në metodat e ndjekura deri më tani në përmirësimin e veteve tona. Do të thotë jo tri gjërave, sikurse e kam thënë atje tek Jusufi alayhis salam, ja ka dal me një jo në tri rastet e duhura. Ka ditë me thonë jo ku duhet, 3 herë ka thonë jo veç, dhe ja ka dal. Andaj na duhet me thonë jo në 3 vende të caktuara, por shumë sinqerisht, jo publikisht, nuk po them publikisht, as nuk po them varet nga fuqia e zërit, nga se kjo as pak s'ka të bëjë me këtë temë, por nga fuqia e sinqeritetit dhe vërtetësisë mes teje mes Allahut. Metoda që ne preferojmë me ndjek është trajtimi sipërfaqësor dhe formal i problemit. Jo, mjaft më sipërfaqësisht. Por jo me tjerët, pra po them, me vetveten. Mjaft më trajtim formal të problemit tënd, të pengesave që i ke serioze, mjaft. Filla të thellohesh më thellë, filla të eksplorosh më thellë në vetveten tënde me njoft më mirë kush je. Mjaft më me sipërfaqësore, mjaft më me formalitete, mjaft më me lavdata, mjaft më me falënderime dhe mirënjohje dhe diploma, mjaft me këto. Jo trajtimi sipërfaqësor,
jo trajtimit formal, nga se Kurani e refuzon këtë metodë të largimit të pengesave. Asnjë pengesë nuk largohet, të nderuar vëllezër, sipas mësimit kuranor dhe kena më përmend, nuk largohet asnjë pengesë nga ato që kam i cekun në fund, nuk largohet asnjë nga këto pengesa me trajtime sipërfaqësore dhe formale. E trajtimet më të thelluara kanë dhimbje. Prandaj na preferojmë formalitetin, se nuk na pëlqen dhimbja. Mirë po, ka fillu tashmë të merë për masat mëdha varra, s'ki qare po u thellu tek virusi real, përdyshe ta merë dorën dhe këmbën dhe trupin. Kjo është jo e parë, jo trajtimit sipërfaqësor dhe formal. Gjitha këtu kanë mi pas sërimet e veta, për si po them, kjo është veç prezentimi i përgjithshëm i një harte dhe një parathënie të temave që me lejen e Allahut kena me i trajtu. E dyta, jo përgdheljes dhe llastimit. Sipërfaqësora është në aspektin përjashtëm, s'ka shumë, pak po duket, apo pritën me ima fellë se kush është i çka del. Po nga njëre kupton se është situata më serioze, por prap e përgdhel veten dhe prap me atë politikën llastuese që nënkupton një lloj ikje nga përgjegjësia e shërimit. Po e di që kena këtë problem, po koha, po vendi, po rrethanat, po ajo, kjo është me llastu vetveten. Kur mos me fajsu vetveten, po tjetrin. Gjithmonë fajt janë jashtë, tjerë janë fajtor, unë kur s'kom faj. Unë këtë trajtim e kam quajtur trajtim llastues. Do njerëz e llastuar nuk pranojnë qërtim. Dhe një herë dikush më ngrit zërin ata kojnë. Se si mësu kur kush më i qërtua pëtën. Prandaj edhe ne s'kena fuqi me ngu nefsin kahkan në dhimet. Prandaj nuk kena fuqi me ballavaçu me realitet dhe kërkojmë fajin nga jashtë. Kjo është problem. Prandaj jo trajtime përgdhelëse dhe llastuese. Dhe e treta, jo harnimeve dhe vonesave. Jo me harnua pëtën. Por kur të vrenë se nuk në regull, duhet me enru 3 me vesha pëtën. Nga se Islami, dhe kam cikë në disa rastira, nuk lejon harnim, nga se harnime sillin laramani, por Islami kërkan ta paguash çmimin e robës së re. E ke mallin për këtë, mos ke gale. Dhe dikush thotë po i varfëri harnohet, apo e Allah nuk ka kërkuar aspektin material me u harnu. Të ka pasuru me shpallje që është e mjaftueshme me i ndru krejt teshtet e tua, thon. Ta ka pa pasurin. Nuk keni nevojë më anku, po s'kam nëse i kisha ble tesh në re, e kisha ble këpus në re. Në aspektin material harnohu, se është haram me pas tesh në harnume. Po në aspektin e besimit të ka jap teshat mjaftueshme. O libasu taqwa. Allahu thot, petku i takvallokut që është në Kur'an, ky është më i miri. Prandaj a ofron Kur'ani dhe Suneti material të mjaftueshëm që të ripërtrihesh komplet dhe të rigjenerohesh rrënjësisht, a ka mjaft pasuri? Jo vetëm për ty, po për këtë botën dënjemul qiyama. Kur'ani ofron tesha të reja vazhdimisht, veç ajo që i ndërron ata. Mos u harno dhe mos u vono, nga se vonesa e dështon procesin. Vonesa e dështon procesin, sikur se kena me e përmendëm. Këto janë metodat tona të preferuara për të ndjekë përmirësimet. Po them ata që janë rrugë përmirësimit, se ka të tjerë që farë nuk janë këtë rrugë. Mirë po, rishikoje metodën që je duke e përdor. Pengesat e para dhe e dyta metodat e përdorura për largimin e pengesave. Nuk i kam përmendur pengesat nga se do t'i përmenin në fund, ndërsa se përket metodave thash duhet të bëjmë një krahasim mes metodave që ne i ndjekim dhe mes metodave që Kur'ani i ka prezentuar dhe ka obliguar me i ndjek. E nëse nuk e ndjekim metodën e Kur'anit për shërim, atëra mos të ankohemi për pengesat dhe mos të ankohemi për smundjet dhe viruset, nga se ende se keni provu ilaçin, nga se po provua gjithsesi do të vijë shërimi. Në qoftë se i kthehemi Kur'anit, të nderuar vëllezër,
dhe shikojmë se si i ka largu disa pengesa shumë serioze të shoqërisë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të shohim se Kurani refuzon këto 3 mënyra sikur se i përmenda dhe obligon mënyrë tjetër të shërimit. Më leni këtu që ta bëj një sqarim të domosdoshëm, pastaj e përmend edhe shembullin. Shembull që kam i përmend janë shembull shoqëror. Është e vërtetë janë shembull shoqëror. Mirë po, unë po i përdori për aspektin individual, jo shoqëror. Nga se rrethanat nuk janë për më u përmend për shoqëror. Rrethanat janë për aspekt individual. Nga se dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë nga këto metoda i ka përmend dhe i ka përdorur fillimisht në rrafshin individual, pastaj kanë kaluar në rrafshin shoqëror. A dini për shembull për 13 vjet në Mekë, 13 vite në Mekë, thirrje, angazhim, dini sa ka pas prova dhe sakrifica dhe sa ajete dhe sure kanë zbrit. A dini sa kur është shpërngul pejgamberi në Medinë, do më thonë sa musliman kanë kalu për Mekës Medinë, produkti i punës 13 vjeqare, sa ka bo të shtrirë misionin, ulemat kanë mos pajtime, Ibn Hajeri një nga djetarët e njohër thot 240 kanë qenë apëtën. Ndërsa maksimumi i numrit të përmendur është 314 apëtën. Maksimumi. 314 për 13 vite apëtën. Prandaj, kjo është investim individual. E pastaj, suksesi i modelit individual ka bërë që për 10 vjelt, a dini sa e mbo 114.000 apëtën. Do 114.000 me 300 vetë është shumë i madh apëtën. Mirë po, ka fillu nga individi, e pastaj në aspektin shoqëror s'ka pastaj probleme apëtën. Nga se modelet kanë qenë të gjalla, të prekshme, dhe kanë qenë me të vërtet, dhe më thonë, modelet të suksesshme që i ka ofru pejgamberi s.a.s. Prandaj mos me zgjat, këtu janë shembull shoqëror. Mirë po, nuk po i sjellë që na me i përdor përballë dikujt. Jo. Po i sjellë i përdor përballë vetvetes, se edhe na jemi një shoqëri në miniatur. Ti je shoqërinë vetja, po, vetën tonë, ti jeni shoqëri mbrana vetes tonë. Prandaj gjitha këto kanë të bëjnë me ty, me askën tjetër. Shembulli është kolektiv shoqëror, por kthehet në rrafsh individual. Dhe për këtë duhet i përmend 2 shembuj kryesor. Një shembull mund të duket jo adekuat për temën, por kur të vije fundi dhe sqarojmë pse e kemi përmend në këtë rast. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të ndrollëzor ka ndodhur një krim. Ka ndodhur një krim. Dhe tash e tutje pej kësaj fjale e deri në fund mundoni tash me e përjetu rastin kur ka ndodhur, jo në çdo kohë. Ka ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, Muhamedi sa gjallë, në kohën e sahabeve, gjenerata më e mirë, më e devotshme, e kështu me radhë, në këtë kohë ka ndodhur një krim. Cili është krimi? Krimi është se në shtëpinë e njërit prej ensarve, është vjedhur ushqimi i deponuar. Do të kjo s'ka qenë krimi i vogël, ka qenë krimi i madh atë. Ka se ushqimi i deponuar është vjedh. Dhe ai që ka bërë vjedhjen, hajni që ka bërë vjedhjen, armën që me te ka vjedh e ka hudh në shtëpi të një hebreu, jahudije, që në Medinë. Dhe është përhap lajmë të madhe se ai që ka bërë krimin është hebreu, i cili ka pas emrin Zeid ibn Semin. Ndërsa ky që ka bërë krimin ka qenë nga një fes i shquar fiseve të ensarve Beni Ubejrik. Ka qenë fes i ensarve, atyre që e dini çfarë kanë bërë ensarët për Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, për muhaxhirët Medinë, mikprecit e pejgamberit Medinë. Dhe kur është përhap lajmi se këtë krim e ka bërë jahudia, hebreu, janë organizu hebrenjët dhe kanë shku tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të prezantojnë faktet se ai nuk ka vjedh, s'është e vërtetë që ka vjedh ai.
dhe janë organizu familjarët e këtij, ky sahabi ka qenë musliman, po e ka po krimin, janë organizu dhe e kanë autorizu një njeri autoritativ dhe orator që ti përfaqëson tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Para mendoni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një krem i bër plaçkitje dhe në disa transmetime ka pas edhe plagosje, madje ndoshta edhe vrasje, se me armë ka hyrë me vjedh. Hebrejët me një anë po e mbrojnë individin e tyre, ndërsa ensarët, jo çdo kush, ensar, jo këtë ensarët normal, po fis i ensarëve po e mbrojnë vetën. Dhe në bazë të fakteve të prezantuara normal, arma, disa gjurmë, disa fakte të prezantuara dhe oratoria e fuqishme e këtij nga ensarët ka bërë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta shpall fajtor hebreun. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka shpall fajtor hebreun. Jo në kuptim të larg asaj pse është i kësaj feje ose kështu, po situata dhe rrethanat e përgjithshme kanë hap këtë me kuptuar. Tash të ndërlozër, këtu është një krem ka ndodhur. Dhe ka ndodhur mas pari autoriteti i pejgamberit dhe me shoku i tij është në furim me sipër. Shikoj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se dua t'u them do detale me kuptuar ose pak më thellë ato. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka ndërmarr asnjë hap kundër hipokritëve, munafikëve, i ka pas me shpallje. Kush po i bën problem, s'ka ndërmarr hapa ndaj tyre, nga se ka thënë prishet imazhi jon. Dalin fjalë që po vranë me zvete. Apo për me rujt imazhin dhe fjalën e mirë dhe ndikimin e kësaj feje, ka toleru probleme në shoqëri. Ka toleru edhe turbullime ndryshme edhe çrregullime që kanë ardhur për munafikëve. Edhe çfarë i kanë bërë në raste të ndryshme ato. Do të tash është fjalë, po them, mas pari është situatë që duhet të ruhet autoriteti dhe qetësia në Medinë. Në anën tjetër, nuk ka qenë e rrallë kur fise dhe individ caktuar nga hebrejët kanë bërë aleanca dhe koalicione së bashku me Kurajshët për ta dëmtuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Edhe kjo është një rast që e bën të arsyeshme me hesh situatën atë. Dhe gjithashtu e treta ka të bën me ansarët. Ka të bën me ansarët, tonë këtë mirë në e kanë bo. Të ka përzonë familja jote, këtë ka prit ma mirë se shtëpia jote. Apo? Dhe gjitha këtu japën me kuptu se duhet me pas një trajtim pak më tolerant për balë t'i rast jepëtën. Mirë po, Kurani nuk e lejen, nuk heshtë Allahu Gjellewala për balë të jepëtën. Dhe zbresin 10 ajete, subhanallah, 10 ajete, një nga një zbresin, për me pastru hebreun dhe me e qitë në shesh kush e fajtori reale ato. Unë nuk kam mundësi të analizoj këtë ajetet, përshka këse, dhe më thonë, janë të gjata dhe shumë, por më lejani që shkputje nga ajete që ju kallëzoj, si e ka trajtu Allahu këtë rast, dhe po ju them me ken, dhe për ken, dhe për balkujt. Kënë e këto parasysh. I thëtë Allahu pejgamberi asëm, wala tekun lil khainin e khasima. Mos u bë për kras i tradhtarëve. Subhanallah. Ata që kanë tradhtu, ata që të kanë rajt, ata të kanë tradhtu. Ata e din kush e ka bo krimin, janë organizu kundër dikush do koftaj. Shiko, ajo është hebrej, s'ka besu në pejgamberin sasëm, nështë edhe ka mohu. Por kjo s'ju jep drejtën juve me i hyp njerit mi kry, nga se në qofë se e shkel një besën dhe në Allahut për drejtësi, ju shpallë Allahut tradhtarët. Kjo është qërësia, kjo është, do të tëtë, me thonë dikush, po mos e tjerë, Allahu po e në të kuptim, po shkon thellë, s'ka mo formale. Asë si përfatsore, po ka me shku përlimit deri në fund. Kena me e gjithë kur është, por jo veç me gjithë kush është, po edhe kena me ju kalzu këtyne qka janë këta realisht, nëse dojmë përmirësua. Wala tekun lil khainin e khasima, subhana, kjo është goditje, ama kjo është vahi, shpallje. Allahu po thot mos u bë lil khainin,
Se ka thonë veç ky që ka po, po edhe ata që e kanë mbrojt për shkak të interesave të caktuar. Haj se ky është jahudi, haj se ky është kësi, haj se ky është ashtu. Ju një tradhtar, se ka mësua Allahu kështu me mshef. Nuk ju ka eduku pejgamberi s.a.s. me i bo zullum halkut. Kjo është tradhtia e emanetit, kjo është tradhtia e besimit, kjo është tradhtia e pasimit pejgamberi s.a.s. Këtë proces për e qunë tradhti kush? Allahu, ju une. Wallahi isha të merru me i thonë këti raste une tradhti nga që kush kësh guzoft pjesës e nësarve kështu që thot. Allahu bot, lil khainin e khasima. Pastaj Allahu gjelle ula thot, ha antum ha ula, jadeltum anhum fil hajati dunja, fa men ju jadilullahi anhum fi jaum il qiyama. Allahu dhe shuka, ha antum ha ula. Kjo formulim është formulim hidrimi, formulim përbuzje. Ju jeni që ata, shikoj nësarve, ju jeni ata, që gjadeltum, keni polemizu pejgamberin s.a.s. për jaranin e juvë në këtë dunje. E qysh keni me polemizu Allahun jaumil qiyama? Hajt, keni mashtru në dunje, keni fajsu pa fajshëm, ka shkuni punë e madhe, një njeri, së të ke vuni sa musliman, është akuzua atje, e këna rujt muslimanin, interesat e tonë që elhamdulillah urujt islami, si dul faqi e zeze në sarve, u mlodhi qysh, po në dunja po, e Allahu që ka i thuni, Allahu që me rana këni dash me mbrojt fën e ti, që ka i thush Allahu? Që ka i thush Allahu që me mashtrim ke dash me rujt fën e ti, që ka i thush? Kurajsh të ka leju këtë, kjo është metoda e Kur'anit atë. Dhe gjithashtu ajo që është nështë edhe më e vështira për keq kësaj, është pjesa e fundit e jetës ku Allahu xhallahu ala thot: "Përmend se mos kemë qenë begati Allahut, Allahu ka begatu që i ka demasku, po të mos ishte demaskimi, Allahu thot: la hamma ta'ifatun minhum an yudhilluk." Do të përpiqej një grup i tyre me devijuar, me të lehtësit nga rruga e Zotit atë. E ka quajtur subhanallahu shikalla ndëror. Kjo do meditim. Një gjykim tek e fundit i gabuar, s'ka qenë me qëllim, për një krim që e ka bërë, do të thotë, pakica në Medinë, minoritet, Allahu e ka quajtur tendencë për me deviju misionin atë. Subhanallah. Për mu kjo është shumë domethënë sa. Andaj të ndrollëzër, na nga një nuk i kushtojmë vëmendje të punët caktuara ato. Apo na më shumë japën pas disa gjërave, edhe ato janë me vlerë. Mirë po, një mashtrim, një tradhti, një rend dikun e devijon procesin, s'len Allahu me shku drejt ato. Nga se e ka deviju mashtrimin dhe rend ato. Andaj Allahu tendencën e këtyne me e fajsu të pa fajshmin, edhe pse ka arë pjensarve, Allahu e ka quajtur tendencë për devijim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo është krim, më i madh se mi vjedh ke shtëpitë e Medinës. Prandaj kështu e ka trajtuar Kur'ani kët. Andaj e ka luftuar formalitetin, e ka luftuar harnimin, pemshia, kanë menru komplet kanë menru qasën. Edhe e ka luftuar vonesën, ani a bëmë që të forcuhëm në pak, tani mas një 10 vjetë, ja, tash ka e masëru këtë puna. Për çfarë arsye? Nga se nuk bëhet fjalë to tek e fundit për një krim. Nuk është këtu esenca, por është për mentalitetin dhe konceptin, që to problemi. Se që shtu mësoni me rajtë që tani për tjetër kanë e më bëhet tani, s'ju vyn kurrë as fitoria, as ngadhnimi, as lirimi, kurrë s'ju vyn. Në qoftë se jeni të edukuar me mashtrimet me rrena, s'kan kështu ato. Në qoftë se jeni të edukuar me klane dhe fise, në qoftë se kështu jo me vlera, jo me drejtësi, në qoftë se fajsani të pa fajshmin, s'ju vyn kurrë këtë dunjan Allahu më ia dhon, çka ju duhet ato? Allahu ka dashur më kthy në origjinë në bazë, ju duhet drejtësia përballë çdo kujt, edhe pse jeni të varfër. Ju duhet drejtësia përballë çdo kujt, edhe pse keni veç një kotec të vogël, s'ka gajle. Në qofsin të drejtë, që kjo është arritja. Prandaj, liria e pavarësia e gjitha kanë kuptim, kur mbjetojnë vlerat, atëre
çka I jetë kuptim pjesëve tjera. Në kjo është ajo që na kthen Kurani 8 në vëzër. Pra po them, nuk po dëshoj që kjo të përdoret model për vlerësim shoqëror, lere shoqërinë. Unë po du që këto t'ja kthesh vetës tone. Apo sa herë e ke hesh për vetë diçka edhe pse dikujt të ka rohisë e fajta apo. Apo e te Allahu i shkut tradhtar apo. E tani çon durt apo I sinqert edhe I devotshëm çka ka bëu apo. Po duhesh me shlyt tradhin. Ai umet sare dikush apo ka thon mashallah ftyra nur po të bën e bën I do se ty Allahu sti kthen e ti e kështu të ti ashtu të ti ka thon Allah e rabof se nuk ka mirë me të lipdu a ti e din që si e që ashtu trathi është kjo e ke trathu njëri të si e që ashtu apëta s'do më thonë me përmend të meta për atjera ma thuj bëm Allah vlen po ti s'din kush e mune ma mirë ma mirë a ne duhet të ka forma të shumë të trathi si kur se kena me I përmend e që kanë nevoj me I dhonë në fund njëri kjo është pengesë serioze, nuk lën mes për para, nuk lën as ibadetin me ndiku, as Ramazanin me të përmirësu, as këto këto pastaj janë goditje në mur. Në qoftë se nuk largohen pengesat, duhet me largu pengesat. Edhe për të largu pengesat, duhet të përdoren metoda efikase. Në qoftë se nuk përdoren metoda efikase, të ndërrozër, nuk garantojmë rezultat. Unë thash, na dëshirojmë që kur I bim 2 edhe 2, 4 ka me dalë, s'ka tjetër. Andaj, kur thot pejgamberi sa, kush e thot këtë dua mbrohet, ki mu mbrojt. Kush e bën këtë lutje, ka mu përgjigj. Kush e bën këtë ibadet, ka me përmirësu, po ka me përmirësu. Gjithsesi, nga se premtimi Allahut është I vërtet. E pse s'është ky rezultat, ka pengesa. Vallahi s'ka kur gjë tjetër pas pengesave. Largoj pengesat, ki me pa pastaj ecën se si do të jetë. Prandaj, kjo është kuptimi I pengesave, kjo është harta e udhëtimit ton inshallah në këtë cikël, kjo është metoda e Kur'anit dhe metoda jonë, që duhet jo fuqimisht me I thonë asaj që është jona, dhe po fuqimisht asaj që është Kur'an me kuptimet gjithsesi që kena me I përmend. Unë thash kjo është parathanje, mbeten gjëra të pasqaruara ende, veç është prezantim, ka hala çka më u thon. Mirë po, duhet që të jemi të gatshëm për ta pranuar metodën dhe strategjinë e Kuranit të përmirësimit. Në fund, dua që të përmendi për pengesat që kena me fola. Cetën pengesat. Thash të ndërrua lezër dhe motra se pengesat, si tituj, na I kemi ndëgju. Po të shumë që, nësë Allah në ndihmon një sukses, të trajtojmë tashmë detajisht, duke ju qasë nga të gjitha kandet, dhe duke shikuar të gjitha ato reflektime që I kanë pas një jetën tonë, dhe gjitha probleme që ne I kanë shkaktu këto pengesa, për të shikuar realisht se këtu ka qenë problemi. Pengesat, sikur që uaceka të ndërrodhër janë të shumëta, mirë po jam mundu me I përmbledh bazët e pengesave, e që nën tokë ka me pas nën pengesat tjera, po këtu e në kryesore. Pengesa e parë është pasimi I epshit. Çfarë kuptimi ka kjo, si ndodh, është pengesë. Epshi është pengesë serioze. Madje din të jetë pengesë aq serioze sa që nga pengesa shndrohet në të adhuruar. Nga se Allahu e ka quajtur epshin idhull që adhurohet pas Allahu xhallahu ala. Prandaj nëse nuk e largojmë si pengesë dhe nuk e trajtojmë si duhet, shkon duke u rrit dhe nga pengesa shndrohet në idhull që adhurohet Allahu na ruaj. Pengesa e dytë është e kam emërtuar kaosi dhe mungesa e disiplinës në të gjitha rrafshat e jetës tona, edhe në raport me Allahun, edhe në raport me vetë. Çfarë kuptimi ka kjo, çfarë vlerësimi ka, tash mbetet më sqaru detajisht inshallah. E treta është mungesa e vizionit për përmirësim dhe planifikimit të duhur apo. Kjo është pengesë serioze apo. Domthon
as nuk din kur e ka bune të me bu, as shka ka me bu mas 5 muje, as këtë Ramazan që e ka pasat me hjek, e që duhet tjetër, që është vjen Ramazani, dhe Ramazani, qka të vjen hajrë, qka të vjen hajrë, inshallah opet, e kjo është problem. Andaj, do të sëroj me lene Allahot, si përpilohet vizioni që duhet me pas besimtari, pej dunjas dhe në gjenet. Qysh do këtë plani i udhëtimit për në gjenet. Dhe mbi qka ndërtohet kjo plan. Dhe si duhet të duket plani i besimtarit. Kjo është pikë. Pengesa e 4 është e kam emërtuar me termin bashkohor, po kena me trajtu. Nga se kjo është problem me kuptimet të gjëra dhe duhet me trajtu problemi i teprimit dhe i asaj që quhet ekstremizmi i tepruar. Edhe kjo është pengesë. Nuk shfaqet vetëm në format e dhunës që na po i shohim, po shfaqet në aspekte tjera, që edhe është pengesë. Edhe ati ka thonë shariati ekstremizëm. Dhe pengesa e 5 është mungesa e komunikimit të drejtë mes veti dhe njohjes së realitetit të raporteve mes veti. Me njoft realisht raportet dhe çfarë na lidh mes vete. Kjo është pengesë që po na pengon pastaj në fushët e tjera. Këtu janë 5 pengesa. Këtu 5 pengesa të ndërlozur kanë sjell 5 pasoja. Po i përmanin tash në hyrje të kësaj ligjërate për të treguar se çka po duam me largu dhe çka po duam me sjell. Për të hartë do të thotë e kompletuar e udhëtimit tonë në ciklin e ardhshëm inshallah. Këto janë 5 pengesa. E çfarë pasojë kanë sjellë këto pengesa? E para, pasoja e parë e prezencës së këtyre pengesave është formimi i shtrebnuar. Don formimi i shtremt i muslimanit, jo i qëndrueshëm dhe stabil atë. Pasoja e dytë është rënja e ambicie dhe vullnetit dhe shfaqja e plagështisë dhe dembelisë. Këto e ka sjell çto, i kanë sjell. Ku të largohen këto kimë pa vullnetin dhe ambicien ato. E treta, pasojë që e ka sjell, e ka thënë këto pengesa, një konflikt imagjinar, një konflikt jo real, po që për neve është sfidë dhe problem, konflikti mes dunjas dhe ahiretit. Sa për dunja me punu, e s'po ka vakt, e sa për ahiret, e nuk po... Kjo është konflikt imagjinar, nuk ekziston konflikt mes dunjas dhe ahiretit. Ekziston pengesë e cila pengon me i bashku këto që i ka bashku Allahu. Na i ndajmë, na e shkaktojmë problemin, realisht s'ka problem, s'kam pas problem sahabët, a dunja ahiret, ka të problemi si kam pas. Prandaj, na e ka sjell pengesën e ndarjes mes punës për dunja e mes punës për ahiret, kështu ndarje s'ka. Andaj kjo është pasojë. E katërta, e katërta është këto pengesa që i përmendat të ndërlozur kanë sjellë si pasojë mungesën e gatishmërisë për sakrificë dhe kontribut. I gjejmë sahabët, i gjejmë muslimanët e tjerë, çfarë pune, çfarë kontributi, çfarë kanë lënë pas vete. Dërsa është një gjenat komplet të kohës tonë nuk e di çka lënë pas vete apo. Kjo është mungesa e gatishmërisë me bo mirë apo. Me arsyetime, pa arsyetime, me mirë po mungon seriozisht gatishmëria për me bo mirë, për kontribut. Kjo është pasojë e pengesave që i kemi para vete. Kur largohen, do të shohësh se do të këndellesh, do të linë në vetën tënde një gatishmëri me të vërtet e pa përjetuar më herët për kontribut, sakrificë, për bamirësi e kështu me radhë. Dhe pasojë e fundit e që është me të vërtet e dhimbshme që ka ndodhur dhe me keqare me përmend, por e kanë sjellë pengesat, ato e sjellin këtë pasojë. Është të përjetuarit e fesë islamit si barë, jo si burim i kënaqësisë e i lumturisë për këtë jetë. Islami është kënaqësi.
ata që kanë jetu në hijen e udhëzimeve të Allahut, kanë thënë në qoftë se xheneti o që shtot pas kemë u kënaq, tu kon dunjë. Ndërsa ktheu në jetën tënde, në historinë tënde, kur ka kaluar në një rast që kisha thonë që shto që shpëndina që tash, që kam punë që tash ti, e kisha bu ka punë xhenet me kon që shtoptën. Ti e din atë ka ndodhur në erë që kjo apëtën. Prandaj, feja është shëndru në barë, feja është shëndru në ngarkesa, feja është shëndru në obligime, feja është shëndru në diçka që, elhamna që e krytëm, apo, ndërsa feja realisht është, aja që i ka thënë pejgamberi sasën Bilalit, erihna biha ja Bilal. Jena lodhë Bilal e na bje pushimin, e pëtën. Me qëfa pushimin? Therazonin se jena lodhë, therazonin të pushojmë, apëtën. Qështu ka thënë pejgamberi s.a.s. Prandaj adhurimet janë borem i kënaqësisë, janë përjetim i këndshëm. Për këtë ka thënë pejgamberi s.a.s. në shumë hadithe se kënaqësia e kësaj dunjaje është në adhurimin dhe Allahu xhalla xhelaluhu. E të cilin halas për mundë me thonë po valla mire ki japën. Do me thonë mundi plus koha, apo ta qëtë fejnë që shto? Jo, s'pa e qëtë fejnë që shto që u knaqëm, apëtën. Jo mu me më thonë, s'ki lazëm asë në ty, po vetës tonë, apëtën. Një argëtim ma i thirët i kësaj dunjaje, të sjell disponim ma shumë se kush e diso namaz, apëtën. Ti e din këtë problem që e ki, apëtën. Apo? E realisht nuk është kjo kështu. Kjo nuk është kështu. Kjo s'është kështu. Por këtë problem e ka sjell pengesa që i përmena. Ndaq mu kënaq me këtë fe, largoj pengesat, apëtën. Largoj viruset. Si kur sa i cili e kemi përmen dësara, don me shiju ëmbëlsiren, po djava ti ja spjegon e mëne, pa e preton, o edhe të Allah, duhet me largu virusin, apo smundjen e cila po ja shëndron ëmbëlsiren në idhësi. Jo me ndru ëmbëlsiren, se s'ka nevojë më ndru, Allah. Aja është e ëmbël. Kur largohet virusi, tash po, valla. E po qështu konë gjithë konë. Problemi ka qenë të ti, jo të ëmbëlsira. Prandaj, pasoj e rrezikshme dhe e dhimbshme është se atë që Allahu xhallahu ala e ka zbrit kënaqësi dhe lumturi dhe disponim dhe kënaqësi dhe gjithë ato mira në këtë botë, fatkeqësisht për shumë për muslimanëve është bërë barr, është bërë kompleks, është bërë turp, është bërë e gjithçka. Pse? Vetëm për shkak të pengesave që ja kena sill vetes tona. Largoj e sheh pastaj ndryshe edhe islamin, edhe ato që i ceka më herët. Andaj të ndërru vëllezër dhe motra, kjo është parathënia, do të thotë shumë e përgjithësuar e asaj që shpresojmë në të ardhmen me e detajzuar me lejen e Allahut të mëdhenuar. Nëse Allahu xhallahu ala që të na jap sukses të largojmë pengesat nga rruga, që po na pengojnë me u lidh me Allahun xhallahu ala dhe po na pengojnë me u kënaqë në raport me veten njëri me tjetrin. Dhe të na mundson Allahu xhallahu ala që përjetojmë ato kënaqësi dhe ato mirësi që i përjetuan robët e mirë të Allahut para se të dalim nga kjo botë. Dhe na dhash Allahu sukses që të ardhmen të trajtojmë këtë temë me të vërtetë sikur është Allahu i kënaqur fillimisht e pastaj ashtu sikur që ne kemi nevojë dhe neve na bën dobi. Me kaq po i dho fund person të din takim nashëm sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin kathira.